Tensione, debate dhe përplasje të fortë kanë shoqëruar mbledhjen maraton të kryeministrit Edi Rama me kryebashkiakët socialist, që preken nga reforma e re territoriale. Takimi, i cili ka zgjatur më shumë se 4 orë, është fokusuar te bashkitë që parashikohet të shkrihen, por kundërshtimet e disa drejtuesve vendor kanë ndezur debatin. Përplasjet më të forta mësohet se kanë ardhur mes Ramës dhe drejtuesve të Poliçanit, Dimalit, Selenicës dhe Divjakës, të cilët kanë kundërshtuar variantin që prek bashkitë e tyre. Situata ka degraduar deri në largimin nga mbledhja të kryebashkiakut të Poliçanit Adriatik Zotkaj, ndërsa kryetarja e bashkisë Dimal, Juliana Memaj, mësohet se është nxjerrë jashtë takimit pas debatit me kryeministrin. Një nga debatet më të ashpra ka qenë ai mes Ramës dhe kryebashkiakut të Poliçanit Adriatik Zotkaj, i cili ka dalë publikisht kundër shkrirjes së bashkisë që drejton. Zotkaj ka argumentuar se humbja e statusit të bashkisë do të sillte largimin e shërbimeve nga qytetarët dhe do të krijonte vështirësi për komunitetin. Por debati nuk është kufizuar vetëm te reforma territoriale. Rama mësohet se i ka kujtuar Zotkajt edhe episodin e djegjes së serave të Partisë Socialiste në Poliçan gjatë ditës së parë të protestës kundër ndryshimeve. Ti nuk duhet të ishe fare këtu. Ajo që bëri Poliçani me djegjen e kartave ishte një akt paturpësie. Mësohet të jetë drejtuar Rama. Zotkaj nuk është tërhequr, duke ja kthyer përgjegjësinë vet Partisë Socialiste. Komuniteti ju përgjigj veprimit mosmirnjohës të PS-s dhe kryeministrit. Në ka një mosmirnjohje, është ajo e PS. Mësohet të këtë deklaruar ai. Pas këtij shkëmbimi, debati është ashpërsuar më tej dhe ka kaluar në tone të forta. Në fund, Zotkaj është larguar nga mbledhja. Përplasje edhe me kryebashkiakën e Dimalit. Një tjetër episod i tensionuar është regjistruar me kryetaren e bashkisë Dimal, Juliana Memaj. Gjatë diskutimit mbi kundërshtimet e drejtuesve vendor, Rama mësohet se ka ironizuar kryebashkiakët duke ju drejtuar me fjalët: "Ju udhëheqësit e mëdhenj." Memaj është përgjigjur duke ngritur një problem më të gjerë për funksionimin e pushtetit vendor. Sipas saj, kompetencat e kufizuara pas reformës së mëparshme territoriale i kanë kthyer kryetarët e bashkive në drejtues me shumë pak hapësirë reale vendimarrjeje. Çudhëheqës Zeza, ne jemi bërë si punëtor komunaleje, mësohet i këtë thënë ajo Ramës. Përgjigja ka acaruar kryeministrin dhe debati mes tyre është përshkallëzuar deri në momentin kur Memaj është nxjerrë jashtë mbledhjes. Dy episodet tregojnë edhe rezistencën që propozimi për hartën e re territoriale po has brenda vet kampit socialist, sidomos nga kryetarët që rrezikojnë të humbasin bashkitë që drejtojnë. Kundërshtime kanë ardhur edhe nga kryebashkiaku i Selenicës, Nertil Bello, dhe ai i Divjakës, Josif Gorea. Të dy kanë debatuar me Ramën edhe ministrin Arbian Mazniku, duke argumentuar se bashkitë e tyre nuk duhet të përfshihen në listën e njësive që do të shkrihen. Rama nga ana tjetër mësohet se ka ngritur pretendimin se disa drejtues vendor po nxisin komunitetet e tyre të kundërshtojnë reformën, në vend që diskutimi të zhvillohet vetëm mbi kriteret e hartës së re. Bello dhe Gorea kanë ngritur edhe çështjen e standardeve që po përdoren për të vendosur se cilat bashki mbijetojnë dhe cilat zhduken nga harta. Sipas tyre ka bashki të tjera me tregues më të dobët performance, të cilat megjithatë nuk parashikohet të shkrihen. Ata kanë përmendur konkretisht Peqinin, Vaun e Dejës, Roskovecin, duke pretenduar se këto njësi vendore kanë tregues më të ulët, por pritet të vazhdojnë të funksionojnë si bashki më vete. Pikërisht ky pretendim ka hapur një tjetër front debati mbi kriteret që po përdoren për hartën e re dhe nëse ato aplikohen në mënyrë të njëjtë për të gjitha njësitë vendore. Ndryshe nga 4 bashkitë ku kundërshtimet kanë qenë të forta, përfaqësuesit e Maliqit dhe Këlqyrës nuk kanë shfaqur të njëjtën rezistencë gjatë takimit. Mbledhja është fokusuar vetëm te reformat territoriale, por përplasjet tregojnë se ndryshimi i hartës administrative mund të prodhojë tensione të forta edhe brenda shumicës. Shkrirja e një bashkie nuk prek vetëm administratën dhe mënyrat e ofrimit të shërbimeve, por edhe pushtetin politik të drejtuesve lokal, përfaqësimin e komuniteteve dhe raportet brenda strukturave të Partisë Socialiste. Takimi i Ramës me kryebashkiakët ishte pikërisht momenti kur këto kundërshti dolën hapur në sipërfaqe dhe në vend të një diskutimi të qetë teknik për hartën e re, mbledhja përfundoi me debate të forta. Një kryebashkiak që u largua dhe një tjetër që u nxori jashtë takimit.